Edhe pse çdo fëmijë meriton të jetë përkrah prindërve të marrë dashuri që nga ardha në jetë, disa prej tyre nuk e kanë të njëjtin fat. Ngjashëm ndodhi edhe me disa prej fëmijëve të lindur brenda vitit 2025. Viti që lan pas ishte determinues për shumë fëmijë, të cilët u braktisën nga prindërit qysh në lindje. Jo të gjithë fëmijët të cilët lindën në kuadër të qendrës klinike universitare të Kosovës u morën nga prindërit për t'u ofruar më pas ngrohtësi e dashuri. Sipas të dhënave nga klinika e neonatologjisë, gjatë vitit 2025 ishin 31 raste të prindërve, të cilët u deklaruan se nuk duan të përkujdesen për foshnjët e tyre. Mirëpo pas bisedave të bëra mes punëtorëve social dhe këtyre prindërve, është arritur që 19 nga këto foshnja të ribashkohen me prindërit biologjik. Por 12 prej këtyre foshnjëve nuk e patën fatin e njëjtë. Kësaj 10 fëmijë mbetën në përkujdesin e qendrës për punë sociale, kurse 2 foshnje vazhduan të trajtohen në klinik. Për këto foshnje nuk ekziston ndonjë protokoll i veçantë, kjo sepse prindërit pas lindjes së fëmijës deklarojnë që nuk duan të përkujdesen për të. Në këto raste foshnja dërgohet menjëherë tek njësia e veçantë e dedikuar për ta, dhe përkujdesja ndaj tyre vazhdon nga stafi që është përgjegjës për këtë njësi. Në përgjigjet e dhëna për lajmin net nga klinika e neonatologjisë, është bërë ditur se nga 5 vitet e fundit, numri më i madh i foshnjeve të braktisura ishte në vitin 2022, ku gjithsej 40 foshnje ishin braktisur, ndërsa numri më i vogël ishte në vitin 2023 me 25 foshnje të braktisura. Ndërkaq në vitin 2020 janë regjistruar gjithsej 39 foshnje të braktisura. Gjatë vitit 2021 dhe 2024, numri i foshnjave të braktisura ishte 37. Në lidhje me arsyet se pse ndodhin rastet e braktisjeve, klinika është përgjigjur duke thënë se ne si institucion shëndetësor i ofrojmë kujdes kur ka nevojë për ndonjë tretman dhe nuk kemi raporte të tilla nga institucionet sociale lidhur me arsyet. Sa i përket kohës së qëndrimit, ata theksuan se ajo varet nga gjendja shëndetësore e foshnjës, duke shtuar se nëse ata janë në trajtimin mjekësor, atëherë dhe qëndrimi i tyre zgjat më shumë. Kjo mund të marrë kohë me javë ose muaj, por mund të varet edhe nga koha deri kur qendra për punë sociale të sigurojë një familje strehuese. Fëmijët të cilët nuk janë në përkujdesin e prindërve të tyre biologjik, klinika ju ofron trajtimin mjekësor të nevojshëm dhe siç u tha në përgjigjet e tyre, ofrohet përkujdesje rutinore ditore për foshnjët e shëndosha, duke përfshirë këto ushqyrjen, ndërrimin, pastrimin dhe monitorimin. Në rastin e këtyre foshnjave, klinika ka deklaruar se kanë mjaftueshëm kapacitet për menaxhimin e tyre në aspektin infrastrukturor, staf për përkujdesin ndaj foshnjave, si dhe një bashkëpunim të ngushtë me QPS përmes ndërmjetësuesve social që ngjiten në klinik. Sipas të dhënave të marrura nga klinika, numri i foshnjeve të gjinisë femërore ishte 16, ndërsa të gjinisë mashkullore 15 fëmijë. Kësaj për çdo vit fëmijë të shumë braktisen në Kosovë, duke ja vështirësuar jetën e duke ja pamundsuar që të jenë përkrah atyre që vendosen të sjellin në jetë. Shumë shpesh ndër arsyet bazë për këto braktisje, shumë prej tyre prindërve kanë deklaruar se janë çështje ekonomike, probleme emocionale dhe mosdakordimi në mes dy palëve për të rritur këta fëmijë. Raste të shpeshta ka pasur ku problem ka qenë edhe mosha e dy personave të cilët zgjodhen të lidhen, e më pas ndodhi edhe shtatzani. Pavarësisht këtyre sfidave, këtyre prindërve çdoherë ju rikujtohet nga punëtorët social se sa e rëndësishme është mirëqenia këtyre fëmijëve dhe mënyra se si trajtohen që nga ardha në jetë.